personazhe më i komentuar i momentit, Gjesti ka reaguar për herë të parë në rrjetet sociale pas fitores së tij në shtëpinë të famshme në Shqipëri, duke ndarë me ndjekësit një mesazh falënderimi dhe emocioni. Në një postim në Instastory, ai shkroi: "Po dal për një eksperiencë që s'kam me harru kur, se kam ditë që jashtë aty në mureve kam e prit kaq shumë tashni. Jam të ndi shumë i bekum." Gjesti shpreh mirënjohës për të gjitha mesazhet e përkrahjen që ka marrë nga publiku, duke shtuar se për shkak të pamundësisë për t'i kthyer të gjithëve një nga një, dëshiron t'i falenderojë nga zemra. "Jam shumë mirënjohës dhe ju du pafund", shkruan ai duke lënë të kuptohet se është gati për një kapitull të ri. Ky reagim vjen menjëherë pas daljes nga formati ku ai u shpall fitues dhe pritet me interes të madh se cilat do të jenë lëvizjet e tij të radhës në karrierë. Pasi u shpall fituesi i spektaklit, Gjesti mori rrugën drejt Kosovës, ku shpritur ngrohtësisht nga familjarët, miqtë dhe bashkëfshatarët e tij. Nga disa pamje të publikuara shikohet artisti Gjesti, teksa është i rrethuar nga familjarët e tij duke ngrënë ushqime tradicionale, që me shumë mundësi i kanë munguar jashtë mase.